trafikun edhe tregtinë e drogës, në trafikun dhe tregtinë e emigrantëve të paligjshëm, me këtë operacion i jepet fund. Do të kemi parasysh që Venezuela me një popullsi prej 34 milion banorësh, në 10 vitet e fundit, 8 milion banor i kanë hikur. Njësoj siç ka ndodhur edhe në Shqipëri. Pse kanë hikur? Kanë hikur për varfërisë dhe kanë hikur edhe për modelet të regjimit. E njëjta paralele siç është edhe me Shqipërinë. Trafiku drogës. Venezuela është pikë kalimi e trafiku drogës që prodhohet në Amerikën Latine dhe shkon në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ato çfarë kanë bërë me goditjen e mjeteve lundruese që bënin trafikun e drogës. Në gjitha këtyre u parapriu shpallja e kartelit si organizatë terroriste, shpallja e karteleve drogës si organizata terroriste, dhe shpallja e Madurës si kreu i këtij karteli. Dhe gjithë operacioni ishte operacion antiterror dhe kundër trafikut drogës. Ligjërisht është i mbuluar në çdo aspekt. Kushdo që e kritikon është kot. Mënyra spektakolare me cilin u bë operacioni është ajo që po themi legoj hapur gjithë. Po ato janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me ato operacion ata treguan që Shtetet Bashkuara të Amerikës është një fuqi ushtarake që nuk ka të dytë në botë. Brenda pak minutash është përfunduar gjithçka. Për 2 orë bëhet një operacion që është në një kontinent tjetër, që shkon e merr kreun e shtetit, një shtet me 30 milion banorë, një shtet që ka mbi 300 avion. Nuk arritën të ngrihet asnjë nga avionet. Dhe në këtë aspekt, si dhe në aspektet e tjera, tregoj supremacinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në të gjitha drejtimet, duke përfshirë edhe aspektin ushtarak. Po tregoj shumë çka kjo se ti preke strategjinë, se do të kalojmë sigurisht dhe ngadalë. Drejt për së drejti në fakt tek Shqipëria. Ti e përmende Osha një paralele që në fillim, po paralelet me Shqipërinë apo me kryeministrin këtu janë të shumta, duke nisur që nga podcasti. E lëre më shumë të tjera, kjo për të përdorur edhe sarkazmin në këtë mes. Po tregoj kjo shumë çka dhe për atë çfarë u tha dhe një ditë më parë. Ishte Rubio i cili e tha, dhe të tjerë që atë çfarë Donald Trump thot e bën. Pra, tregon një vendosmëri dhe një seriozitet dhe një strategji të drejtë për drejtë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe që e kanë seriozisht sidomos me kartelet, me narkotrafikun, me narkoregjimet, ku kemi parasysh dhe paralajmërimet e djeshme, për kë ishin ato paralajmërime, se po bëj shumë pyetje në një. Janë për të gjithë. Janë për edhe një 2 shtete tjera në Amerikën Latine, janë edhe për shtete tjera që janë të përfshirë në mënyrë direkte ose indirekte. Do të kemi parasysh që Venezuela ka qenë pika e operacion ose qendra e operacioneve edhe të Hezbollahut, edhe të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit në trafikun e drogës. Garda Revolucionare Iraniane është trafikanti më i madh i drogës në botë sot, sepse me parat që gjenerohen nga trafiku i drogës kanë financuar të gjitha aktivitetet në linjën e mesme. Atë trafik droge që kanë bërë me grupe tjera, me grupet të Amerikës Latine, por unë kam përshtypjen që edhe me grupe shqiptarët. Dhe po të shikosh ka në politik nuk ka asnjë rastësi, edhe nuk ka nevojë të kemi informacion, po themi, konfidencial, për të arritur në një konkluzion që është i dukshëm. Janë disa piketa mbi të cilën mund bëhemi deduksion. Grupet shqiptare të trafikut të drogës filluan dhe ekspansionuan në Amerikën Latine në vitin 2014 e mbrapa. Grupet e linjës mesme, këto që thashun, Hezbollahu edhe regjimi iranian, filluan dhe ekspansionuan në Amerikën Latine në vitin 2014. Dhe të dyja grupet, të dyja, po themi, palët janë të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Dhe të dyja palët janë në të njëjtin vend dhe janë në të njëjtën kohë. Shumë interesante. A është rastësi? Të dy liderët si Maduro